Ty e vendosni qëllim, kemi pas qëllimin 500.000 vota, nuk I kemi arrit ato, tash o skenar tjetër, o skenar B, është përpjekja për me të çu Kosovën përpara, së bashku, sepse veç e veç nuk kemi mundësi. Akti I parë zyrtar, të cilin ju e keni mësu, edhe është bërë publik, sepse është I hapur edhe është transparent, është letra e kryeministrit për lidhjen demokratike. Vetëvendosja I ka pas pozicionin shumë transparent gjatë zgjedhjeve. Ne gjatë zgjedhjeve kemi thënë, synimi ynë bazik. Nuk kemi thënë ne synimi ynë bazik është që të hyjmë me lidhjen demokratike. Votonani se ne do të hyjmë me lidhjen demokratike, apo se do të hyjmë me aleancën, apo se do të hyjmë me partinë demokratike. Na kemi qenë transparent. Qëllimi ynë ka qenë me vazhdu një qeverisje si që kemi, mundësisht pa parti tjera opozitore. Dhe pastaj ti e merr rezultatin e zgjedhjeve edhe e sheh që nuk e mujt me arritë atë qëllim. Kjo është demokracia. Ke pasti qëllim, nuk e mujt me arritë atë qëllim. Dhe pastaj e modifikon rrugën. Nuk është kur farë, nuk është mëkat kjo në demokraci. Ty e vendosni qëllim, kemi pas qëllimin 500.000 vota, nuk I kemi arritë ato, tash o skenar tjetër, o skenar B. E ti po më pyet pse çka është kjo që në skenarin B ja ke drejtu një letër një parti opozitore. Është rasti më normal I mundshëm që unë e di në demokraci. Po ne nuk është që diçka po shon ai kontradikt. Se na prej fillimit kemi thënë, qëllimi është ta bëjmë vetëm qeverinë. A është e mundshme kjo? Mu nuk po më duket e mundshme. Për këtë letrës, mos ju mbetem borxh, letra me sa kam njohuri unë I është drejtuar nga ana e kryeministrit vetëm lidhjes demokratike të Kosovës, kurse gjuhën që do ta përdorim gjithmonë do të jetë një gjuhë e bashkëpunimit, e partneritetit. Në fundit të gjithë zgjohemi një mëngjes, e shohim cili është rezultati I zgjedhjeve, edhe e kuptojmë që politika nuk ndërtohet mbi urrejtjen dhe dashurinë, nuk është as urrejtje as dashuri politika. Politika është me I kuptu interesat, po interesat cilat I përfaqësojmë nuk janë tonat personale, janë të Republikës Kosovës. Ne interesat kemi dalë këtu, ne I përfaqësojmë interesat e Kosovës. E kur jemi të interesat e shtetit, interesat e Republikës, nuk ka asgjë për shprehjeve që I përdoret ti. Këtu është vetëm bashkëpunimi, është përpjekja për me të çu Kosovën përpara, së bashku, sepse veç e veç nuk kemi mundësi, dhe demokracia e politika e kërkon pikërisht këtë, që duke u bërë bashk, të lidhen forcat dhe të vi deri te një doktrinë e përbashkët e përfaqësimit të interesave të tona shtetërore. Ne deri tash nuk kemi pasur kurfar takimi sa I përket subjekteve tjera politike. Akti I parë zyrtar, të cilin ju e keni mësu, edhe është bërë publik, sepse është I hapur edhe është transparent, është letra e kryeministrit për lidhjen demokratike. Ju lutem gjithçka jashtë kësaj, t'jeni të rezervuar, ta merrni me rezervë, ju lutem verifikoni, sepse të gjitha këto janë spekulime. Vetëm akti I parë, me të cilin po fillon përpjekja për konstituimin e institucioneve të reja, sa I përket koalicionit të ardhshëm, janë konsultimet që kryeministri ka kërkuar me lidhjen demokratike të Kosovës. Qasja e kryeministrit ka qenë të shkohet me rend. E ka zgjedhur lidhjen demokratike që t'i drejtohet parës. Kjo me thënë të drejtën pak është edhe privilegjuese. Kjo me të drejtu I pare për shembull. Një qeveri e ardhshme e Kosovës, kur krijohet, janë dy skenari kemi krejt. Dy skenari kemi edhe kemi një vit të demarkacionit të sakt me këtyre dy skenarëve. Ose është skenari një qeverisë të shkurt, e cila qeverisë deri në zgjedhjen e presidentit, ose është skenari I dytë I krijimit të një qeverie e cila është e aftë me zgjedhjen e presidentit. Këto janë dy skenare të përgjithshme. Cilin skenar e përqafon lëvizjave të vendosje, nuk mund t'u a them këtë.
se këtu nuk jam, unë nuk ndalë para juve si nën kryetari vetëvendosjes. Këtu kum dalë para juve si kryetari Kuvendit të Republikës Kosovës. Lëvizja vetëvendosje është deri në atë pikë, po jo edhe atë pikë. Asnjëri prej krerëve të shtetit, kur bën konstatime të tilla, nuk janë ato për shkak të mendimeve personale, për shkak të spekulimeve, apo për shkak të shprehjes së një dëshire, apo këto ndodhin vetëm kur ne bazohemi në informata 100% të sakta të institucioneve tona shtetërore, të sigurisë dhe të inteligjencës. Këtë do ta keni parasysh. Kryeministri nuk fol në hava dhe në ajra ashtu. Kryeministri fol vetëm i bazuar në, e këtë po a them unë, pra është e bazuar në informacione të sakta.